kam ardhur të kërkoj ndihmë, të liroj bashkëshortin, që sot po vuan dënimin, dhe dua të bëj thirrje gjithë femrave shqiptare. Për hir të familjes duhet bërë edhe një kthes mbrapa, sepse sot shumë femra po dhunohen, pa asnjëri nuk i dëgjon. Dhe shumë femra të dhunuara nuk di ku ta kërkojnë ndihmën, te cili institucion të kërkojnë ndihmë. Nuk di. Ndihma banesës, ushqime, trajtime mjekësore, psikologjike, se dhe trauma që kam kaluar më ka lënë pak si me pasoja. Kam pa gjumësi shumë natën, e vuaj shumë të gjë. Dhe shikoj vetën në atë aspekt shumë të friksuar, momenti që ai do dalë, si do e kaloj, si do e përballoj, pavarësisht mua më jep forcë fëmia. Unë nuk di ku të drejtohem, nuk di sot. Një femër e dhunuar nuk di te cili institucion të kërkoj ndihmë. Mirë se erdhët. Ky podcast i drejtohet kujdo që ka nevojë për ndihmë. Çdo gruaje dhe vajze që po përballet me një betejë, sado e vogël, sado e madhe apo e rëndësishme qoftë ajo. Çdo betejë që ka vendosur të flasë, të heshtë, të kërkojë ndihmë apo të mendojë se ndihmë nuk ka. I dedikohet kujdo, të cilit dhe të cilës duam t'i themi se ka një zgjidhje. Dhe për këtë arsye, episodin e parë kam kënaqësinë ta nis me një gjyqtare e cila ka 24 vite në shërbim të sistemit të drejtësisë. Mirë se erdhët, zonja Vjosa Zaimi, është kënaqësi e madhe ta nis me ju episodin e parë për gratë, shumë prej të cilave në problematike sipër, pyetje të parë kanë, nuk di nga ta filloj. Nga duhet ta filloj një grua, një vajzë që ka probleme me dhunën, që ka probleme në familje, apo ka çështje të cilat mendon se nuk kanë zgjidhje. Çdo grua dhe çdo vajzë që mendon se është në një situatë ku nuk mund të dali, ku nuk mund të shikoj një dritë në fund të tunelit, duhet kenë besim në vetvete, të mos heshtin, por të ngrenë zorin e tyre dhe të kërkojnë zgjidhje. Si një zgjedhja një zgjidhje për një grua e cila gjendet në një dhunë të vazhdueshme, për herë ka menduar ndër vite gjatë një martese apo bashkëjetese se nuk ka mundësi financiare, se nëse ajo largohet do duhet të kthehet tek banesa e prindërve, se nuk di si ta gjejë një avokat, se një avokat sipas saj kushton dhe se procedurat janë aq të koklavitura. Nga cili është hapi i parë që duhet të kryejë një grua për të gjetur një avokat falas? Garancia që shteti u jep është ndihma juridike falas. Në momentin e parë, nëse jemi në kushtet e një dhune në familje, apo dhunë me bazë gjinore, sepse dhuna në familje është një nga elementet e dhunës me bazë gjinore. Mendimi i parë që të vjen në mendje është policia. Numrat jeshil është hapi i parë ose mendimi i parë që i vjen një gruaje, një vajze që është e dhunuar. Një institucion që është shumë pranë secilit prej nesh është edhe njësia administrative pranë të cilës ne jetojmë. Aty janë shërbimet sociale të cilat i ndihmojnë gratë për të kuptuar nevojat dhe në bazë të nevojave të tyre të mund të marrin dhe shërbimet e nevojshme. Nëse një grua jeton në një zonë rurale, është e dhunuar dhe ka nevojë për ndihmë juridike falas, ku duhet drejtohet ajo? Aksesi në drejtësi duhet të jetë për të gjitha gratë dhe vajzat, si ato që jetojnë në qendër, ashtu dhe ato që jetojnë në zonat më ekstreme rurale që ndoshta pikërisht për shkak të largësisë nga pushteti vendor e kanë të vështirë që të mund të ngrejnë zërin e tyre. Në raste të tilla, ndihma më konkrete dhe më praktike për to është në komunikimi me anë të telefonit në numrat jeshil, 112 për policinë. Se ndodh që edhe të mos kenë një telefon, ndodh edhe që të mos dinë ta përdorin atë, ndodh edhe që të jetë
marë mjeti i komunikimit pikërisht për ta penguar që të komunikoj. Në raste të tilla, ndoshta do të ishte në një mënyrë ose në një tjetër të shfrytëzonte momentin për të shkuar në njësitë administrative, sepse pranë çdo njësie administrative ka një shërbim social dhe aty stafi i përkatës mund të orientojë të gjitha gratë ose vajzat për hapat e mëtejshëm që ajo duhet të ndërmarrë. Ndoshta duke orientuar direkt edhe në komisariatin e policisë, kur mund të japi dëshminë e saj, ndoshta duke orientuar në shërbime të tjera për të cilat ajo mund të ketë nevojë. Mund të ketë nevojë për shërbime sociale, mund të ketë nevojë për shërbime psikologjike, përveç se ndihmës për dhunën e ushtruar ndaj saj. Kur e kërkon ndihmën falas? Pra, tek secili nga këto përfaqësues të institucioneve, apo në momentin kur përballet me gjykatën për urdhër mbrojtjeje? Për çfarë do lloj përfaqësimi të interesave të saj? Atëherë, ndihma juridike falas mund të kërkohet në njësitë të cilat janë të autorizuara për ta ofruar këtë shërbim. Midis të tjerave, ashtu siç e thash, janë edhe njësitë administrative përkatëse nëpërmjet stafit të shërbimit social pranë këtyre njësive. Mund të jenë shumë OJF të cilat kanë autorizimin për të ofruar dhe për të orientuar gratë dhe vajzat, por jo vetëm, drejt ndihmës juridike falas, për hapat në të cilat ato duhet të ndërmarrin. Gjithashtu janë të gjitha organizatat për mbrojtjen e grave të dhunuara. Janë shoqata të tjera për mbrojtjen e të drejtave të grave, të cilat gjithashtu janë subjekte të autorizuara për të orientuar dhe ofruar ndihmën juridike falas. Ndihma juridike falas, shteti shqiptar, a ka mekanizma që ofrojnë grave të dhunuara apo në nevojë një përfaqësim ligjor falas? Ndihma juridike falas për gratë të dhunuara jepet që në momentin e parë të denoncimit pranë komisariateve të policisë. Madje kur ka nevojë për shërbim psikologjik, ato ofrohen dhe asistohen edhe nga ekspert psikolog pranë tyre. Por ndihma juridike falas nuk mbetet vetëm tek lëshimi i urdhrit të mbrojtjes dhe në momentin e denoncimit, por ajo vazhdon në të gjitha hapat që do të ndjek gruaja e dhunuar. Sepse një grua e dhunuar, përveç se marrja e urdhrit të mbrojtjes, do të duhet që ndoshta të nisë një procedurë për zgjidhjen e martesës, ndoshta do të duhet të nisë një procedurë për marrjen në kujdestari përgjegjësisë prindërore për fëmijët, ndoshta do të duhet të hapi një proces për pjestimin e pasurisë, të cilat në vetvete janë një zinxhir dhe i njëjtësnjëshëm dhe i ndërvarur me njëra tjetrën. Në këto kushte gruaja orientohet për të marrë ndihmën juridike falas, qoftë nëpërmjet përfaqësimit me avokat në gjykat, qoftë edhe ndihmën juridike falas për të përjashtuar nga shpenzimet që kanë të bëjnë me proceset gjyqësore. Po, por të gjitha këto një listë të gjatë ekspertësh për divorcet, vlerësim pasurie, psikolog, sociolog, edhe duket sikur kjo mund ta step në një moment një grua apo një vajzë e cila ka nevojë për ndihmë dhe thotë, po të gjitha këto shërbime kushtojnë. A mund të gjendet një grua e dhunuar, një vajzë e dhunuar në një situatë të tillë ku ti thuhet që këto fatura do t'i paguaj vetë, apo të gjitha gratë të dhunuara i kanë mundësitë që të përjashtohen nga këto kuota financiare dhe të fitojnë ndihmë falas? Në kushte të tilla, një grua mund të kërkojë, thash, ndihmën juridike falas, jo vetëm në fillim të procesit, por edhe gjatë gjykimit të drejtën për të kërkuar ndihmën juridike falas edhe gjatë procesit gjyqësor, gjithmonë nëse i plotëson kriteret përkatëse të ligjit. Madje dëgjoj shpesh që po unë jam në marrëdhënie pune dhe nuk më takon që të përfitoj ndihmën juridike falas, por duhet të dim që dhe ato që janë në marrëdhënie pune kanë kritere të tilla që në varësi të ardhurave që ato marrin, përsëri e përfitojnë ndihmën juridike falas, sepse përgjithsisht në praktik edhe ato që janë marrëdhënie pune, përgjithsisht marrin pagat minimale dhe nëse të ardhurat e tyre janë të përjashtuar
dhe të përpjestuar me numrin e pjesëtarëve të familjes për të cilët ajo kujdeset, që përgjithsisht mund të jenë 1, 2 ose 3 fëmijë, e plotpjestuar pra me numrin e pjesëtarëve të familjes duhet të jetë sa gjysma e pagës minimale në shkallë vendi. Kështu që edhe pse janë në marrëdhënie pune, përsëri ato përfitojnë ndihmën juridike falas. Ndihma juridike falas është në varësi të Ministrisë së Drejtësisë, është një departament i posaçëm që ofron shërbim ligjor, përfaqësimi juridik në hallkat e drejtësisë të gjitha shtresave që janë në pamundësi financiare dhe gratë të cilat janë të dënuar apo do kërkojnë mbështetje financiare falas, do duhet ta provojnë këtë rrethan. A nuk është kjo një gjendje e vështirë, a nuk është ky moment një ngërç që vendos të gjitha këto gra apo persona të dënuar në një situatë të panevojshme, gjatë cilës do duhet t'i vërtetojnë shtetit që nuk kanë para për të mbrojtur. Nuk është pak e vështirë kjo, një ushtrim i vështirë për gratë. Sipas ligjit për ndihmën juridike falas, disa subjekte të posaçme, siç është viktima e dhunës në familje, e fiton ndihmën juridike falas pa u qenë e detyruar për të paraqitur prova të tjera për pamundësinë ekonomike, por vetëm faktin që është viktimë e dhunës në familje. Dhe kjo pastaj vazhdon me ndihmën juridike falas, jo vetëm në procesin për urdhën e mbrojtjes, por edhe në proceset e tjera civile, ashtu siç edhe ilustruam, për zgjidhjen e martesës, apo për ushtrimin e përgjegjësisë prindërore, apo për pjesëtimin e pasurisë dhe proceset të tjera. Por që të identifikohet si viktimë e dhunës në familje, e para duhet të ketë njoftuar policinë, e dyta, gjithashtu duhet të hyjë në sistemin dhe brenda mekanizmit të mbrojtjes. Pra, të kërkojë një urdhër mbrojtjeje. A janë të informuara gratë se si kërkohet urdhri mbrojtjes dhe pse shumë prej tyre nuk futen në këtë skemë, nuk përfshihen në skemën e urdhrit mbrojtjes? Shumë prej grave dhe vajzave shpesh nuk kanë edhe informacionin e duhur. Përveç kësaj, shpesh mund të jetë edhe ajo që nuk kanë besim në sistemin e drejtësisë ose në aksesin, më mirë të themi, në sistemin e drejtësisë. Por besoj se media luan rolin e vet. Besoj se fushata të rëndësishme, qoftë të shoqërisë civile, do duhet të ndërgjegjësojnë gratë dhe vajzat, të cilat duhet t'i drejtohen institucioneve përkatëse për të mbrojtur të drejtën e tyre. Zonja gjyqtare, mesatarisht sa çështje urdhrash mbrojtjeje shqyrtoni në muaj? Në vite kam vëre që numri urdhrave të mbrojtjes brenda një jave gjykimi vjen nga viti në vit vjen edhe rritet. Do të thotë kjo që ka një ndërgjegjësim të shtuar dhe të dënuarit brenda mureve të shtëpisë janë koshient pikërisht dhe vendosin të mos heshtin apo është shtuar dhuna? Mendoj se dhuna ka qenë dhe është aty, por ka qenë brenda mureve të shtëpisë dhe dilema e grave gjithmonë ka qenë që po unë nuk kam dëshmitar, nuk kam prova, si të shkoj në gjykat. Por me ndërgjegjësimin e grave dhe me ndërgjegjësimin e tyre jo vetëm për t'u drejtuar gjykatës, por edhe me ndërgjegjësimin për të kuptuar ligjin, që në raste të tilla, përveç provave të tjera që mund të ekzistojnë, fjala e tyre vlen. Fjala e tyre në formën e një pohimi gjyqësor është një provë në vetvete. Pa patur një shenjë dhune, pa patur një dëshmitar, çdo grua mund të dëshmojë dhe të rrëfejë dhunën në familje, thjesht dhe ky rrëfim pa patur gjurmë të dhunës pranohet nga gjykata. Kështu? Patjetër dhe rast pas rasti duhet vlerësuar situata, por sidomos dhuna psikologjike është e tillë që mund ta provosh në forma të tjera. Vetë ligji për dhunën në familje, procesin e të provuarit dhe barën e provës e lë në një stad të tillë që nëse nuk ka prova të tjera, të jetë në formën e pohimit gjyqësor, duke i dhënë një fuqi të madhe pohimit gjyqësor, pohimit të grave dhe të vajzave të dhunuara. Ndër vite në salla gjykimi ju keni dëgjuar qindra gra të dhunuara? Sa të dhunuara?
Çfarë dhune kanë treguar ato që ju e keni dëgjuar? Çfarë thoshin ato? Si kundërpërgjigje partneri, ish partneri? A e kishin familjen në krah? A kishin dëshmitar pro dhe kundër? Çfarë të ka bërë më shumë përshtypje? Se, për shembull, gjatë proceseve gjyqësore që unë kam ndjekur si gazetare, kam parë vetëm momentet e para kur gratë vinë dhe kërkojnë urdhër mbrojtjeje. Edhe pastaj shikoj një realitet tjetër që më ka bërë të mendoj. Edhe kjo mund të jetë arsyeja e këtij podcasti. Kam parë gratë të cilat në gjykatën penale, kur bëhet fjalë për gjykimin e bashkëshortit, për akuzën, në një numër dhe një shifër të lartë, ato kërkojnë me zë të lartë, me deklarata, me dëshmi që mohojnë veten, lirimin e bashkëshortit, duke pretenduar se dhunë nuk ishte patur, edhe se ato kishin mashtruar në nerva e sipër. Ju çfarë keni parë? Çfarë keni dëgjuar në seanca gjyqësore? Në gjithë këto vite të karrierës time në seksionin familjar, kam parë situata nga më të ndryshmet. Nga situata ndoshta, sepse dhuna asnjëherë nuk është e lehtë apo e rëndë. Dhuna është dhunë, sado e vogël që të jetë ajo. Por që nga dhuna psikologjike, nga dhuna fizike, dhuna ekonomike, dhuna emocionale, që ndoshta ndonjëherë këto sfumohen dhe ngelemi vetëm tek ajo që është më e dukshmja, dhuna fizike, por janë të gjitha format e dhunës. Për fat të keq shikon prindër që kërkojnë urdhërmbrojtje ndaj fëmijëve. Ka fëmijë të mitur që kërkojnë urdhërmbrojtje ndaj prindërve. Ka motra dhe vëllezër që kërkojnë urdhërmbrojtje ndaj njëri tjetrit, qoftë edhe të mitur që të dy. Kështu që situata është e ndryshme dhe rast pas rasti, por është në fakt për të ardhur keq ajo që ju edhe e cituat, që ashtu siç edhe i kanë dhënë dëshminë e tyre në komisariatin e policisë, duke listuar situata të tmerrshme dhune fizike, duke tërhequr flokët, duke goditur me shkelma, me grushta, ndërkohë që në gjykat e mohojnë një gjë të tillë. Po jo, unë nuk e thash në këtë formë. Ndoshta më ka keq kuptuar polici që kam dhënë dëshminë. Por unë nuk kam lexuar deri në fund dëshminë dhe nuk e di se çfarë ka shkruar polici. Thjesht dhe vetëm për të dalë nga situata, sepse pohojnë ndoshta dhe jashtëgjyqësisht në momentin kur ka përfunduar gjykimi, që unë nuk kam njëri tjetër që të më siguroj të ardhura për familjen, nëse ai do të ngelet aty, kush do t'i ushqej fëmijët e mi? Pse kjo dhunë? Pse është kjo dhunë? Thatë të mitur kundër të miturve, të mitur kundër prindërve, prindër kundër fëmijëve, bashkëshortë kundër grave. Pra, duke është një situatë që ka një shpjegim. Në fakt duhet të kemi parasysh edhe zhvillimin dhe dinamikën e zhvillimit të shoqërisë. Mendoj se shumë nga plagët e shoqërisë, siç janë papunësia, emigracioni, alkooli, përdorimi i drogës, të cilat janë shtuar dhe më parë nuk kanë qenë, po ndonjëherë edhe problemet e shëndetit mendor që shpesh herë nuk vlerësohen siç duan ose fshihen për shkak të stigmave që kanë në shoqëri. Të gjitha këto pastaj përkthehen dhe kthehen në situata të dhunshme në familje. Kush ka qenë rasti që ju asnjëherë nuk keni për të harruar si gjyqtare? Ajo grua që të ka frymëzuar për vendosmërinë e saj, për të mos hequr dorë, pavarësisht se mund të ketë hasur pengesa apo mund të ketë patur faktor të tjerë. Një rast kur ajo kishte pasur dhunë fizike, por edhe psikologjike, ishte që bashkëshorti i saj e mbante në dhomë gjithë natën, duke e kërcënuar dhe duke e lënë që të rinte qoftë edhe me një këmbë siç ka qenë më përpara, dhe që në një moment ai edhe përpiqet që t'i vërë flakën dhe që ajo ka qenë e detyruar që të hidhet nga dritarja. Dhe në momentin kur ka ardhur në gjykat, ka ardhur e fashuar
dhe ishte përpjekur që të vinte syze, të vinte shani, që të mbulonte, po themi, shenjat e saj. Shenjat e saj. Një rast tjetër ka qenë që ka ardhur me brim të thyera, pasi kish marrë, po themi, shërbimin e parë pranë spitalit, por që në një moment të caktuar unë nuk e kuptova se po duhet të rinte në këmbë dhe i thash s'ka gjë, ulu, duke u përpjekur që të ndihej mirë, ajo nuk ulem dot, sepse jam më mirë në këmbë sepse kam dhimbje, se kam të thyera brinjët dhe sapo dola nga spitali dhe mora shërbimin e saj. Dhe i ke përballë të dy në sallën e gjykatës, dhe të dhunuarën dhe dhunuesin. Si sillet dhunuesi përpara gjyqtarit, përpara viktimës? Ka nga ata që pendohen, ka nga ata që kërkojnë ndihmë për një terapi të caktuar, për të lënë alkoolin, për të shpëtuar nga varësia e drogës, apo probleme të tjera të caktuara, qofte edhe tipologji të përndjekjes, të pranimit se martesa ka marrë fund, marrëdhënia ka marrë fund, edhe se po shkojë drejt në divorci, dhe pse jo, ky divorc duhet të jetë jo kaq i dhunshëm dhe nuk duhet të jetë as pak i dhunshëm në fakt. Tipologjia e dhunuesit është në të gjitha format, shfaqet në të gjitha format në gjykat. Ajo që i thatë ka nga ata që fakti që bashortja apo bashkëtuesja apo personi që ka në krah ka marrë guximin dhe ta çojë në gjykat e bën atë edhe më të irritueshëm. Ka nga ata që fakti që i kanë sjellë deri në gjykat i step dhe përpiqen të reflektojnë dhe të kuptojnë nëse kanë ndonjë problem apo çfarë mund ata të rregullojnë, duke kërkuar shpeshherë edhe ata vetë që problemi im është droga, problemi im është alkooli, çfarë mund të bëj unë, ose mendoj që nuk jam mirë, mendoj që kam probleme, ndoshta nuk e pranojnë të shëndetit mendor, por mendoj që kam probleme me veten ose mendoj që kam nevojë për ndihmë psikologjike. E kërkojnë një gjë të tillë. Ka tipa të cilët në fakt në gjykat kanë ardhur edhe me tufë me lule, apo duke i ulur në gjunjë e duke i kërkuar të falur edhe me një unaz në dorë. Ky lloj tipi i dhunuesit ndonjëherë është manipulator i tillë në mënyrë që të mund të marrë faljen e viktimës të dhunës në familje, për ta bërë atë që të tërhiqet, për ta bërë atë të kuptoj, të mendoj që ai do të ndryshojë. Apo të pyes, a kam të drejtë? Mos kam gabuar, sepse pastaj shkojmë tek ajo grua dhe ajo vajzë e cila në gjykat, sidomos në gjykatën penale, kur e dëgjon dëshminë e saj e shprehet gjatë insistimit për të tërhequr denoncimin edhe për ta shfaqsuar partnerin dhunues, duke sjell artifice nga më të ndryshmet dhe duke u vetë fajsuar mbi situata që lënë të nënkuptohet se dhuna ndodhi për shkak se, por në fakt nuk mund të ketë një arsye. Dhuna është e patolerueshme, e çfarëdo lloji qoftë ajo apo për cilin shkak erdhi ajo. Më thënë shpeshherë i shohim gratë që e vetë fajsojnë veten e tyre, që për shkak se unë nuk arrita dot që të shkoja në kohë, për shkak se unë nuk i bëra të gjitha punët ashtu siç duhet, për shkak se unë nuk e dëgjova këshillën e tij, për shkak se unë nuk u kujdesa për prindrit e tij dhe për situata të tjera. Ndodh që dhunuesi nuk e pranon, ashtu siç edhe ju thatë, ndarjen, apo që të jenë të tjerët që ta lënë atë. Pra është e papranueshme në konceptin dhe mentalitetin e tij. Dhe në këtë moment ata bëhen edhe më agresiv, bëhen përndjekës në çdo moment e përndjekin viktimën, nuk pranojnë që ato, ose nuk e lejojnë në çdo lloj forme që ato të vazhdojnë jetën e tyre, ose nuk e pranojnë që në një moment të caktuar ato mund të vazhdojnë jetën me dikë tjetër në krahun e tyre. Dhe kjo është. Dhe pastaj jemi në situatën ku bashkëshortja merr urdhër mbrojtje, partnerja merr një urdhër mbrojtje me një afat të caktuar,
Por më tej ne kemi vazhdueshmërinë, një konflikti që zgjat në gjykata. Urdhri i mbrojtjes ka afate të caktuara, që varion me javë ose me muaj. Nga ana tjetër, kemi dhe një proces penal ndaj dhunuesit, i cili mund të jetë në burg ose jo. Por më së shumti, gjykatat kryesisht mbajnë qasjen arrest në burg për të dyshuarin si dhunues. Këto procese zgjasin. A nuk janë aq të sërolluara këto seanca, njëra civile dhe tjetra penale, sa në një pikë arrin dhe ta lodhin viktimën denoncuese në këtë rast? Në fakt, procesi civil dhe procesi penal janë dy procese të ndryshme dhe unë të paktën në punën time të përditshme përpiqem që t'u shpjegoj grave që janë dy procese të ndryshme. Urdhri i mbrojtjes është një proces, besoj, që gjykohet në afate të shpejta dhe është mjaft efikas në momentin e parë. Për të marrë dhe për t'ju përshtatur urdhërimet që jep gjykata me nevojat që ka një grua e dhunuar. Pra, në momentin e parë, për të siguruar mirëqenien dhe garancinë e sigurimit të jetës të saj, me masat e distancës dhe të largimit nga banesa, dhe më pas duke ju parafruar me urdhrimet e tjera të ligjit që kanë të bëjnë me dhënien e urdhrit të mbrojtjes edhe për fëmijët e mitur, qoftë dhe kryesisht të konstatuar nga gjykata në momentin që konstatohet se ata janë viktima të dhunës në familje për në një formë tjetër të dhunës së asistuar psikologjike, pikërisht për faktin sepse ata janë prezent në momentin që ushtrohet dhuna në familje. Por ligji parashikon edhe masa të tjera rehabilituese, qoftë për viktimën e dhunës në familje, por qoftë edhe për dhunuesin. Të natyrës së marrjes së shërbimeve psikologjike, po flasim për viktimën, të marrjes së shërbimeve sociale, të shërbimeve financiare, ekonomike, në varësi të nevojave që secila prej viktimave paraqet. I merr një grua të gjitha këto ndihme në rast se ajo nuk hyn në sistemin e mekanizmit të mbrojtjes, nëse ajo nuk kërkon urdhër mbrojtje, por bashkëshorti ndiqet penalisht. E ka mbrojtjen civile gruaja? Pavarësisht se në momentin që i drejtohet Komisariatit të Policisë dhe kërkon një urdhër mbrojtje dhe merr një urdhër mbrojtje, këto masa rehabilituese që kanë të bëjnë me nevojat e saj si viktime dhunës në familje, por edhe një mbështetje ekonomike që jepet thjesht dhe vetëm për faktin për të mbuluar, për të mbështetur viktimën e dhunës në familje, në mënyrë që ajo gjatë kësaj kohe të fuqizohet dhe të jetë e pavarur në vazhdimsinë e jetës së vet. Pavarësisht se nuk i drejtohet edhe në rastet pra kur nuk i drejtohet Komisariatit të Policisë dhe nuk futet në sistemin e marrjes së urdhrit të mbrojtjes, duke ju drejtuar njësive administrative, shërbimeve sociale, nëse ato referojnë për dhunë në familje, punonësit e shërbimit social janë të detyruar për shkak të ligjit që të konstatojnë dhe të verifikojnë në vend situatën në familje, sidomos kur bëhet fjalë për që janë të përfshirë edhe fëmijët e mitur. Dhe madje mund të ekzistojnë raste të tilla që të vlerësohet që të bëhet një mbikëqyrje e specializuar, pra të vendoset një masë mbrojtëse në bazë të ligjit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, të marrin një masë për mbikëqyrje të specializuar në familje, ose të mund të referojnë ato vetë për të marrë një urdhër mbrojtje, apo të mund të referojnë për të marrë shërbime të tjera në varësi të rastit. A është jetë shpëtues urdhri i mbrojtjes? E them këtë sepse kam parasysh rastin e gjyqtares vrarë Fildes Hafizi, e cila u tërhoq nga urdhri i mbrojtjes. Me ndryshimet e ligjit, në fakt, çdo kërkesë e ardhur nga viktimat e dhunës në familje, të paktën tek procesi civil i urdhrit të mbrojtjes, gjyqtari është i kujdesshëm
ndaj kërkesave për heqjen dorë nga urdhri i mbrojtjes. Gjithmonë duhet të bazohemi në bazë të provave, në bazë të pohimeve gjyqësore apo pohimeve të dhëna pranë komisariatit të policisë, duke i vlerësuar ato me kujdes, pavarësisht kërkesës për heqjen dorë. Madje ndryshimet e ligjit pikërisht kanë bërë këtë që procesi të mos mbyllet, të mos ngelet aty, por gjyqtari ta vlerësoj në themel çështjen, duke pretenduar, duke marrë në shqyrtim pretendimet e palëve, dhe nëse është vendi për të lëshuar urdhrin e mbrojtjes, do të duhet ta lëshojë, dhe nëse nuk është vendi për të lëshuar urdhrin e mbrojtjes, do të duhet që ta rozojë atë. Sa shpëtues është urdhri i mbrojtjes, për mua është një garanci për të gjitha gratë dhe vajzat që të ruajnë mirëqenien e tyre fizike dhe emocionale. Nuk duhet të tërhiqen, nuk duhet të heshtin, nuk duhet të ta lënë çështjen në mes të rrugës dhe ta lënë veten në mëshirë të fatit. Do duhet që ato ta marrin fatin e tyre në dorë. Mesazh shumë i rëndësishëm, zëri gjyqtare, ju falenderoj shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe juve. Gjithçka që u tha në këtë episod është i rëndësishëm. Kërkon ndihmë, së pari në numrin pa pagesë të policisë. Mëtej drejtori i institucioneve kërkon ndihmë falas në sallën e gjykatës, pra shërbimeve sociale, është drejtoria të ta bësh këtë. Kërkon ndihmë për mbrojtje juridike falas që ofron shteti pranë çdo strukture të mundshme. Dhe në fund, ç'është më e rëndësishme, mos u tërhiq. Mos u tërhiq sepse nuk je vetëm.